Kthehemi në studio për të vjuar bisedën me avokatin Romeo Kara. Avokat, ka dhe një reagim nga ambasada amerikane, nuk e di nëse i gjen ndonjë lidhje me situatën këtu, por shkruhet demokracia qëndron mbi parimin e shenjtë se zëri njerëzve ka rëndësi, nuk ka vend për pengesa, ose i përmbajt i parimi, ose jo. E sheh në ndonjë lloj lidhje me situatën në Shqipëri apo jo? Është një citat i nën presidentit amerikan J.D. Vance. Demokracia është pushtet i shumicës apo i popullit. Pra, kur njerëzit e thjesht marrin vendime dhe vendimet nuk merren nga lart. Ata zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe marrin dhe janë sovran për fatin e tyre. Dhe oll në demokraci pushtetin e një vend caktuar, siç është Shqipëria për shembull, edhe ne kemi me kushtetutë e kemi të shkruar, po jo në fakt, pushteti sovran është populli. Pushteti përket këtij populli dhe forma me cilën ndryshojmë pushtetet dhe luajnë ato janë zgjedhjet e lira të ndeshme, të parabarta dhe periodike, sipas pikës 3 të nenit 1 kushtetues. Pastaj demokracia lidhet me lirinë, siç lidhet dinjiteti. Dhe jo më kot në shumë kushtetuta, dinjiteti zë vendin e parë. Bile humbja jetës për lirin bëhet për dignitetin. Njerëzit nuk mund të jetojnë sklever të makinacioneve, pra ka të bëjë me të vërtetat. Të vërtetat duhen thënë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë që ai të ketë bujari për të vërtetat e pushteteve që janë këtu, ekonomik dhe politik të ndërthurur bashkë apo të krimit. Tu bëhet fjalë për të vërtetat tona, që po mbajmë në kurriz një sundim, i cili është shtrirë në të gjithë spektrin e këtij establishmenti politik dhe na është kthyer në barë dhe na ka titërsuar dhe jetën. Tani i kalojmë nga këto thonë pasaj, zbesoj se ka një formë tjetër të dy kuptim, që ne nuk e kuptojmë. Mendoj që ata janë të qartë në ndarjen e pushteteve, janë të qartë në respektimin e ligjit dhe të gjithë barabart para ligjit. Për ne bëjmë ligje drejta dhe zbatojmë ato. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka më me dëshirë. Është marrë vendimi, do kemi këto ligje drejta për ty në këtë ekonomi tregu, dhe ata kanë përcaktuar vetë korrupsionin si rrezikun më madhor të sistemit. Që ne, në këtë rrugë ku kemi hyrë dhe fatkeqësisht po vonohemi, shohim tek Amerika një aleat strategjik me shumë rëndësi edhe për sigurinë tonë kombëtare, po edhe për vetë sistemin, ku duam të hyjmë. Ndryshe pastaj bie që të udhtojmë pas një lloj direktive, pas një lloj drejtimi, pas një lloj qëllimi dhe motivimi në jetën tonë në këtë bashkësi popullsh. I bëri një pyetje shumë bukur Ermarit ku i the raportin e PD-s me Amerikën. PD-ja kishte raportin shumë të mirë me Amerikën. Unë të siguroj për të. Dhe për të ruajtur edhe Berishën në krye. Tani më le ta zhvilloj. Okej. Ndodhi non grata dhe Amerika e vuri kusht dhe ka bërë të hapur. Dhe kjo që arsye që nga kryetari një partie të madhe, Basha, rri sot kryetari një partie më të vogël, por që mendon se ka ruajtur moralin. Don të shpëtonte pjesë PD-s, nuk donin ta dëgjonin. Nëse i çan hallin e PD-s Berisha dhe të koalicionit dhe të Shqipërisë për raportet mira me Amerikën, ne kemi raporte shumë të mira me Amerikën. Përgjithësi si vend, Basha shkon e vjen në Amerikë, sa herë që do, dhe shef të arsyeshme apo eftojnë. Por ai që nuk shkon në Amerikë është personi në fjalë. Dhe eroi jep nga vetja për të tjerë. Nëse i dhimbë se kjo PD, atëherë me vullnet thoshe unë hiqem qafe dhe ju vazhdoni, nuk rrezikoj marrëdhëniet strategjike etike me Amerikën, por duke qenë jashtë nga PD-ja, duke qenë edhe pezulluar, por mbi të gjitha vetëm deputet asgjë më tepër, që mund të heqë ti që dorë nga mandati,
e ktheu luftën e tij për dinjitet më të rëndësishme se dinjiteti i vetë PD-s edhe interesave jetike të PD-s. Dhe është ai që e futi këtë PD. PD nëse ka probleme me Amerikën, ka deri tani këtë moment duke qenë në hyjshmin e tij. Nëse ky njeri ikën nesër nga PD-ja, dhe PD-ja shkon aty ku duhet shkojë, larg ndikimit të tij, jo të votoj ky familjarin e tij nesër. Dhe e kanë bërë dhe familjarët non grata, fatkeqësisht për të, PD-ja e gjen rrugën për në Amerikë. Nuk ka asnjë pengesë. Por me sa shoh, edhe ky sekretari i PD-s, po dhe sekretari i tij ka shumë mundësi që të mos i ketë punë mirë me Amerikën. Se nuk dim që Zotin Noka. po zotëria ka vajtur dhe ka firmosur atje. Mund ta ketë firmosur, kanë shkruar kanë ardhur letrat ose elektronikisht, njihet kjo punë, kjo metodë, por nuk di që dhe ai ka punë të mirë ose nuk ka. Kanë thënë që është konsultuar me shumë juristë para se të firmoste në për media gjë. Tani ose nuk i ka dëgjuar juristët, ose ata me cilët konsultuar nuk janë juristë. Por nuk ka nevojë. Berisha ka 2 super juristë në shtëpinë e tij, që janë non grata, që kanë fituar miliona euro pasuri me këshillimet e tyre brillante deri tani, ta kanë bërë ata e besoj. Ata janë juristë që janë të pakapshëm. Por unë di që është probleme. Probleme kanë filluar, jo më kohë them, ka mbaruar motivimi i tij për fushat. Tani ai po shet armën që i bojë det para syve. Nuk është më e vërtetoj për Amerikanët dhe për shqiptarët, ky njeri është i zhytur në korrupsion. Nuk ka shkelur ligjin shqiptar si 1 bëjnë 2. Dhe po fshihet. Këtu është shkruar zeza në të bardhë, ai fshihet, del dhe gënjen pa pikturë para gjithë shqiptarëve, ne jemi parë. Po me këtë tallë. Çfarë i besojmë ne këtij tani? Sa i tallë atje na bën çyryk, ai tjetër atje. Ky tallë na bën për budallë. Ora e ke shkruar doktorë. Çfarë është ky më? Ku jep drejt vetes ky tallët ky me ne? Tu e kanë shkruar ky është pal, nuk është askush tjetër. Thot kam një kontratë tjetër me atë. Si s'po di nga po hynë po i dalin kontratë atij. Ka tjetër, po sa ka vajtë shumë? Totale. Ka dhe një 5-10 tjetër, po çfarë kam thonë në intervistë nga Amerika që do të shohim shumën kam planë që fillim. Dhe kam 2 muaj që godas fix. Dje bën 2 muaj nga prononcimi i parë për Lasivitan. Dhe kur e pyetën në raport për Lasivitan, unë po them kaq, Lasivitan këta e përdorën. Nuk e doni Lasivitan për zgjidh punë në Amerikë ligjërisht. E doni Lasivitan rreth parë ta përdorin këtu ti thonë elektoratit, në Amerikë është me ne s'ke problem me Amerikën, dhe Berisha nuk ka problem. Dhe Lasivitaja për mua e ka bërë nga sikleti, e ka vënë para faktit kryer këta. Ja ka kërkuar si nder siç e kërkojmë ne shqiptarët, të tërheqim ato llumin ton, atë batakun ton. Nder për çfarë? Për qenë publik, për na duhet kjo ndihmë nga këto Lasivitas ta, edhe ai ka bërë kompromis me veten për te asaj që duhet jetë. Ka një etikë dhe marrëdhënie me klientin. Është mirë që njeriu edhe në baret e ndryshme që ka, për shembull New Yorku ka një akt të barit New Yorkut, edhe për gjyqjet civile, edhe për gjyqjet penale. Duhet mundësisht ta ndjesh veten, të vihesh në vendin e klientit, që ta kuptosh situatën, po jo të kalosh përtej një etikë të caktuar që mund ndikojnë në proces. Lasivitaja në mënyrë se si erdhi këtu, krijoi dyshime tek gjithë. Erdhi sikur ishte aktivist i Partisë Demokratike, sikur ishte bashkëkryetari i Partisë Demokratike. Ku e ke tani? U zgërdhin atë kamerë atje, me ne shqiptarët dhe me të pra pas e qenë në rol. Pra as vetë si ka besuar ato që ka thonë. Ja ka kërkuar dhe i ka thonë. Po të reguaj kujdesën, që ti mohoj më pas. Për të reguar që kam vetëm marrëdhënie profesionale të njeriu që konsulton, të një konsultuesi me klientët e tij. Dhe kështu po del, po dali tani kush dhe Lasivitaja, se ka thonë, Muri ka deklaruar që Noka ku rrezikon Nokat? Në Shqipëri apo në Amerikë? Noka mund të rrezikojë këtë dyja. Nëse do dali që aty janë para të zeza, se këta nga dalë garantu, edhe ky që ka mbushur letrat përveç Alberto Martinez e tjerë, ka thonë që ne dalim garant që ka printuar dhe këtë, dhe është mbushur formulari, dalim garant që kemi zbatuar ligjet. Se kështu nisën ata. Po tani me këtë zhurmë mediatike, do filloj hetimet e do filloj. Do shkoj Berisha, thua ti në Amerikë, do t'i kërcej Trumpit e gjithë Partia Demokratike Amerikane dhe thot, prejtë se, këtë pagoj ty.
Jaku Berisha ja futi vetës me suksesin më të plot, para zgjedhjeve. Prandaj tham, ky është autogol për mua ka mbaruar fushata e PD-s. Ata që ishin të lëkundur, që mendonin që Berisha ka ndryshuar dhe ka gjetur brenda vetes tij në fund të atij dëngu të krimeve që ka shpirti i tij, gjeti pak mirësi, të mos i gënjejnë mendja të votojnë Berishën. Nëse duan Shqipërinë patriotë vërtet, shokun e Miloševićit në kontraband, e të Belerit s'mu ta votojnë për patriot. Edhe tallet, edhe ato që falin detin. Ky është patrioti. Patrioti as e vjedh, as e gënjen dhe as e tall popullin e tij, as e gjakos. Patriot shok me Sudën, me Xhaferin, me Kamberin. Nuk kemi nevojë ne për deklarata patriotike kur kemi veprat anti-shqiptare. Për mua janë krime kundër njerëzimit, nga pasojat që kanë bërë. Për këtë arsye ka qenë dhe vizita ime për këtë establishment, që ka bërë krime kundër njerëzimit në Shqipëri nëse marrin pasojat. Nëse marrin pasojat, klasifikohen në literaturën botërore të krimi kundër njerëzimit i gjithë ky largim njerëzish. Rënie dhe vrasje meritokracie, blerje e posteve, ofiqeve, krimi të shkojë jetë shembull për sukses, krimi dhe ndryshilliku, gjitha këto i kam referuar në personat veçantë, do të referoj nesër para një komiteti të caktuar në Kongres apo Senat. To janë edhe pa para fare. Nuk ka nevojë, është halli i këtij që kushton para. Kur je i pranueshëm, atje gjen rrugën. Ti si djalë i ri të shkosh, jam i sigurt, brenda 2 muajsh, duke ndjekur procedurat që kanë dhe partitë, edhe kongresmenët dhe senatorët, do ta gjesh rrugën, krijosh kontakt e takim e të dëgjosh për tyre. Dhe ato po thotë ai DJ Vansi, që e tha ambasada. Zëri du dëgjohet. Pse na dëgjohet zëri diku atje që mbase s'na ka për detyrim? Pa aty ka një politikë të jashtme globale që ne përfshihemi. Aty ka disa votues shqiptar që kanë interesa me kongresmenë dhe senatorët të zonës. E nuk e dim ne se nga kanë ardhur njerëzit. Nga Teksasi edhe vend tjetër që i mundsuan këtyre të kontaktet janë kaq të lirshme atje se nuk ja u merr mendje. Mbase një drejtor këtu në Shqipëri e një ministër këtu si u hap telefonin njerëzve, se ashtu e mësuar mos i hapin dhe atij, edhe kanë vënë këtë edukatën e shpifur që të vinë nga mbrapa në fushat, edhe të mbyllin telefonin pa pikturpi, ky që të ka marrë 2 natës 100 herë gjatë një muaji, ky të kthen kurizin, e thot kshu e ka politika, të mashtrova ta futa, thot, nuk janë atje. Atje ka zyra, ka adres, kongresmeni, kryetari i bashkisë, guvernatori të gjithë. Pra, është halli i tij që kushton. Nuk kushton halli i Shqipërisë apo i PD-s si koncept, nëse është e ndarë prej këtij. Do humbin me sukses, edhe i humbën vetes 4 vite për të ardhur pushtet. Kjo është fjala ime ka për dalë. E do kthehem prapë ke bashkë. Edhe ne duhet drejtohemi asaj deklarate shumë të fortë Ferdinand Xhaferit, që tha, nga ka quar Berisha SMS që e fshiu, që ne kemi rregulluar marrjen e vulës. Të hetohet si është marrë vendimi për vulën. Ju mendoni se e ardhmja do të jetë Basha në PD? Po mi më le të zgjedhin një tjetër. Po të paktën, ky tregoi që ishte më i orientuar. Ky e mohoi pushtetin e vet në atë parti, tha, s'mund të kem këtë me vete, si bashkëkryetar në IE, si tutor të partisë, qoftë deputet partisë, se ma kanë kërkuar Amerikanë. Ja u tha cop. Unë e kam djegur dhe. Dhe kjo tërbua për të mos ndodhur kjo. U zu dhe udhën njëri tjetër nga kati dytë. Ky me këtë frymë, që merr me gura kokës, edhe nga kati dytë, ata të partisë ti, mendon që e bën kundërshtarë politik. A mund të themi ne ke një frymë politike me i Berisha, ne frymën e Berishës nuk e duam. Se është anti-humane, nuk ka gjë më të rëndë, nuk mund të ekzistojë një demokraci, një jetë e qetë me këtë. Kush janë njerëzit që kanë ndarë Shqipërinë? Berisha, Rama, kush tjetër janë? Meta e tjerë. Këta të ikem dhe me ligj, mos merr më politikë. Urrëtien popull, kush e ndau shqiptarin demokrat me socialist? Pse mos ndahemi të devotshëm pa devotshëm, në të mirë në shumë të mirë? Kush i ndaum? Po kështu janë ndarë gjithmonë avokat. Ku janë ndarë gjithmonë? Komunist, ballist, ku komunist? Po mi më komunisti, zogist, revolucionarist. Po mi më komunisti 10, 86, 90, 68, 88, 68. Ky ishte antikomunisti, po ne nuk e kuptojmë që s'kemi shoqëri vlerash, ne nisëm me këmbë të majt.
kërkuam të rrëzojmë komunizmin, por komunizmi ra vetë, jo morë këmbët vetë, që qenë mbasi s'ke pas lindur atëherë. Kam lindur atëherë. Nuk kishe fuqi ekonomike, do të mbanin ata. Ra tregu lindor, kishe me clearing, ra dhe Rumani, vrasja në Rumani e çiftit Ceaușescu, ishe garanci për ne. Ai që do bënte në popull një masakër për mbaj pushtetin, ai do pësonte si ai tjetër. Ne e kemi ndjerë që ishe garanci. Po jo mërse s'kemi marrë atë shpatën, aty jam unë, këta që kanë bërë, si këtu është veprimet më aktive në atë kohë për të ndryshu. Kjo zotëria ka arë mbrapa, erdi e në emër të Ramizit, aty e kanë në video, por nuk duan. Dhe kur nuk duan, të regojnë që nuk e mejtojnë si forcë politike, dhe është turpi është mbrapa pasaj. Erdi në emër të Ramizalis. Avokat, po si e fitoj garën, Berisha? Edhe që person të Ramizi për detimin në brigadave partizane në ish Jugosllavi e tjerë. Dhe Ramizi, ku karon burë, ka thonë, o Xhelil çfarë më bëre? Pra, ky është njeri i futur, edhe po e gëzojmë deri tani. Avokat, po pse e pranuan personalitetet të tjerë në fillimet e PD-s? Si e kujtoni atë kohë? Po pse të gjitha partitë e reja që u bënë, partia punës ju dha nga një komitet rinje po partije, i sistemoj. Ta po merrem me këta tanët, ta kontrollojmë ndryshimin. Tu jemi akoma. Kush bën karrierë tu, po s'je i lidhur me fjet vjetra, ose po mos i përkasi këtyre, minimumi tjetë servile dhe të bëhet kurban, si që është bërë Muli për Berishën. Unë shoh kurban Muli shqiptari të preket me ju. Shumë shpejt do e shohim para ligjit. Pra këta të dëshpëruar. Pra, ky nervozitet që u shpreh në Elbasan dje, do anë njerëz gjallë. Po t'i fërgoni paktën, se nuk shtyhet ashtu gjallë. T'i fërgojnë. Mund të marrësh vota duke thënë do t'ju ham të gjallë? Kujti dhe to është, popullit shqiptar, për i ketë njëjtë me ty. Nuk i ketë njëjtë si ata partije, po janë të njëjtë me ty si shqiptar, janë të njëjtë me ty në krijim, si qenie njerëzore. Ku mund t'i thuash? Ju drejtua Kujt? botës së krimit, apo? Po. Pra do të bëjmë prapë vetë gjyqësinë e vitit 2021, që e kemi ngritur këtu. Se nuk e sqaruam mirë atë punë, edhe prapë këta vazhdojnë, se kur nuk një krim përsëritet kur nuk ndëshkohet. Nuk u ndëshkua vrasja e vitit 2021, që bën ato grupet e mbrojtjes votës, struktura naziskine antikushtetuese, antiligjore. E tani do e hanë gjallë. Shiku jemi, në çfarë niveli politike jemi. Në vend që të shkojmë drejt një kompromisit madh, që ne të detohemi vlerave, ne të hymë në rrugë të Zotit, e të zgjedhim më të mirë, më të devotshëm. Kush ka dhënë prova? To janë provat. Me këto skërmitje, me këto, dhe ky dëshpërim thashun të tregon që e ruajnë deri diku, po prapë tregon që s'kishin më as motivim, nuk kishin më as drejt fjale, moral për të folur këto një javë që kanë qenë në media. Ka një javë që ka sopuar fushata PD-s. Rifilloi me këtë skandal të Elbasanit. Pse? Se shohin që kanë do donin të zbulojnë më pas, po kanë vepruar shumë gabim. Dje ke pas të tjerë, se pa thonë Romeo do më thonë ka pozicion të deklaruar anti-Berish. Po ke pas në Etanë Libarin, zëvendës ministër Berishës, që tha është gomarllok me ok. Ke pas Ylli Manjanin, që tha mu noka du t'ishën burë sot. është kelur komplet legislacioni shqiptar. E para për burimin financim, e dyta për numrin llogarisë që nuk është respektuar këtu, deklarimin e treta për sasin. Si mund të mendojë që një fondacion me 3 familjar përfaqëson patriotin shqiptar? Pra, nuk e di çfarë i ka shtyr që kanë vepruar kaq gabim, në vend të vënë betlla kanë nxjerrë syt dhe kjo është përfundimtare. Nuk shoh dalje ligjore që mund të shpëtojnë. Nëse do ketë ligj Shqipërinë e herë, se po veprua si rastin e lobimit parë, rus, atëherë, ne kemi ligje thjesht sa për të qenë, edhe për bërë pazare rreth tyre, po jo t'i zbatojmë ato. E qartë. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ne si diskutonim. Mirëmirë, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.